Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi së bashku me mua Tirona Lilin për të analizuar ngjarjet e fundit që në fakt po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Fuqia e Rogertit si lider vuri në pa edhe njëherë xhelozinë e Mateos. Vllau i madh ka sjellur një sfidë në shtëpinë e Big Brotherit ku banorët nëpërmjet liderit duheshte të përzgjidhen dhe të ndahen në grupe. Rogerti vendosi veten e tij me Brikenën, me patjetër që këtë zgjedhje do ta bënte sepse Brikena ka një hidhërim me Mateon, domethënë nuk flasin me njëri tjetrin. Në momentin që Rogerti vuri Brikenën me veten e tij në këtë sfidë, Mateon e vuri me Stenaldon. Do të një zgjedhje interesante. Tani çfarë ndodh? Në 3 minutat e para, Mateo tepër i tensionuar që Brikena e pranoi këtë sfidën, sepse Brikena mundeshte edhe ta prishën sfidën, pa pikë problemi të mos ta pranonte kërkesën e Rogertit. Mateo e prishi sfidën e tij dhe doli nga kutia o vitalit aty ku duheshte nxehur vezët dhe qëndroni ulur në skenë, konkretisht pranë Brikenës. Tani Rogerti, unë e shoh që të gjithën këtë ngjarje e bëri me kastile. Cili është qëllimi i Rogertit në këtë mes? Sipas mendimit tim, qëllimi i Rogertit në këtë mes është që të bën përçarjen tek ky çifti, sepse tani Mateo është tepër i natosur, është tepër i tensionuar, po qëndron i vetëm, Brikena po bën muhabet me Rogertin, domethënë me një nga banorët më të zëshëm dhe më kundërvajtës me Mateo, domethënë që ka patur konflikte pafund. Por unë mendoj që kjo është një strategji e mirë menduar nga vllau i madh, sepse e dinin shumë bukur që Rogerti do të bën një përzgjedhje të tillë dhe do të krijohen polemika. Rogerti mundohej që ta provokon Brikenën duke pyetur se çfarë realisht po ndodh mes marrëdhënies së tyre dhe duke e bindur Brikenën që ndjenjat e Mateos janë ndjenja të rrejshme. Ndërsa Brikena mundohej që ta menjanon si temë dhe të mos ta vazhdon më, edhe pse është duke kërcënuar gjatë gjithë kohës që në qoftë se ti mua më provokon rreth Mateos, unë do ta prish të sfidën, por Rogerti e prekën në pikë të dobët. I thotë, kjo është respekti ndaj produksionit që ne duhet të respektojmë produksionin dhe sponsorin. Unë mendoj që Brikena nuk po tregohet e drejtë me Mateon, sepse në momentin që Mateo prishi sfidën për Brikenën, duheshte ta prish edhe ajo. Por në fund të ditës Brikena ka hyrë në Big Brother dhe duhet të luan me të gjithë banorët e tjerë. Nuk është e fokusuar vetëm tek Mateo, por duhet të luan edhe me Rogertin, edhe me Mirin dhe me të gjithë banorët për të qenë me patjetër në fokus. A mendoni ju që do të ndikon kjo përzgjedhja që bëri Rogerti në një acar shumë më të madh mes tyre? Më pas do të komentojmë edhe qëndrimet e çiftit, sepse Mateo është duke përjetuar shumë keq dhe po ri gjatë gjithë kohës si vetëm. Teksa Brikena po bisedon me Rogertin, po komenton dhe e shoh që Rogerti po kënaqet brenda vetes së tij për këtë përzgjedhje që bëri.